أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falenderimet dhe lavdrimet janë për Allahun xhalla xjalaluhu, salatet dhe selamet, përshëndetjet, lutjet, duat tona më të sinqerta janë për më të mirin e gjithë dërguarve të Allahu Teala, zotriun e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, Muhammedin të birin e Abdullahut. Duat tona janë për Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, si edhe duat tona janë për gjithë shokët e tij dhe pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. Ndërruar vëllezër dhe motra, sot inshallah do të flasim për disa prej gabimeve të namazdive, ku edhe herën e kaluar në hyrje të kësaj serie të shkurt, ku do të flasim në lidhje me disa prej gabimeve që i bëjmë gjatë namazeve tona, qoftë para se me hyrë në namaz, qoftë në vendin ku e falim namazin, apo qoftë gjatë namazit. Thamë se jo çdo gabim që do të potencojmë është për gabimeve që e bën të pavlefshëm namazin ton, por jemi duke folur për gabimet të cilat e bëjnë namazin ton të urrëtur apo të papëlqym. Prandaj edhe po mundohemi që të tregojmë se namazin të cilin po e synojmë me fal, a e pëlqen Allahu Teala apo a do të na kishte pëlqyer Resulullah sallallahu alaihi wasallam po të na kishte pa duke fal namaz, me gabimet të cilat aty këtu i vrejmë tek disa individ apo në herët tek disa xhamate të cilat falin namazin jo në formën që i ka fal pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për arsye se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ndodhte që ta shihte dikant që të falte namazin shpejt apo të falte namazin me abdes jo të mirë edhe përsëriste. Resulullah sallallahu alaihi wasallam shtinte të përsëriste, shko merr abdes edhe një herë apo fale edhe një herë namazin. Do thotë pejgamberi sa kur nuk i pëlqente forma se si dikush kishte marr abdes apo kishte fal namaz, e shtinte që ta përsëriste abdesin apo ta përsëriste faljen e namazit. Andaj edhe ne po mundohemi që të sqarojmë atë çfarë dietarët kanë sqaruar, duke u bazuar në argumentet e qarta dhe shëndosha fetare, me ajete dhe me hadithe, që të mos bëjmë gjërat papëlqyme për Zotin ton, edhe që në kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sidomos kur jemi për një ibadet madhor sikur që është namazi, të cilin duhet me fal për me afru Allahut Teala. Ndaj edhe herën e kaluar e potencuam se namazi ka veshjen e caktuar. Nuk mundesh ti me tesha të dukshme të hyrë edhe me fal namazin. Një prej kushteve të vlefshmërisë së namazit është setrul aura, mbulimi i avreteve, vendeve të turpshme. Ndaj edhe zbulimi i saj, për shembull femra duhet të jetë mbuluar prej nyjeve të durve, edhe vetë faqja guxon të shihet fytyra, guxon të shihet disa flokët, veshët, qafa e tëra duhet të jetë mbuluar për femrën, dhe shpllakët e durve. Edhe kamët duhet të ketë mbuluar, edhe trupin duhet të ketë mbuluar, por jo me mbulesë që i përshkruan vijet e trupit, apo me mbulesë që është e të dukshme, transparente dhe i duken tani i lëkurës saj. Kjo vlen edhe për meshkujt. Edhe meshkujt e kanë obligim që t'i mbulojnë vendet e avretit. Avreti i meshkujve është prej gjujve e deri në kërthisë. E kemi të ndaluar që mashkullin me shiqu një mashkull të huaj në vendet e avreteve tyre. E avreti mashkull para mashkull është prej gjujve deri në kërthisë. Prandaj edhe mbajtja e shorcave të shkurta dhe qëndrimi para meshkujve familjarëve në formë tillë është ndaluar në Islam. Dhe muslimani duhet që të ketë kujdes se si po sillet apo çfarë po vesh, qoftë në ndej apo në ibadet, në adhurim. Por edhe nëse i ka mbulu avretin prej gjujve deri në kërthisë, po i ka mbulu me diçka të dukshme, edhe i shihet tani likurës së tij, ngjyra likurës së tij,
i themi se nuk bën të falemi në atë gjendje, por duhet të jetë mbulesa e gjerë dhe jo e të i dukshme që të shihen vendet e avretit. Edhe dhe femna duhet të ketë një mbulesë të gjerë që mos të përshkruan vijet e trupit saj, sikur të hyrë në namaz për shembull me ellanke, apo me pantolla shumë të ngushta, edhe të falen namaz, vetëm një shami mbi, ndërsa tërë vijet e trupit i ketë të përshkruar apo të jenë transparente, të të i dukshme. Kjo është e ndalume dhe duhet patur kujdes. Po ashtu, vendi ku falemi, duhet mos kemi figura, se mos para, fotografi, apo edhe figura të ndryshme, statuja të ndryshme, që i kemi në për shtëpijat tona, apo ambientet ku dojmë me falë namazin, në për zyre, apo vendet të punës. Ka ndalu Islami vendosin e fotografive që janë fotografi që përmbajnë shpirt të njerëzve, fotografi të njerëzve, të kafshëve, të shpezve, gjësat që përmban shpirt është ndalume, vizatimi i saj dhe ekspozimi i saj. Për arsye se ka thënë pejgamberi alayhis salam, me një shtëpi ku ka fotografi dhe qen, në atë shtëpi nuk futet me laçe. Tash mos pyet ko logjika, gjyshe logjika. Është hadithi Resulullah sallallahu alaihi wasallam i cili na ka ardhur me na tregu neve fen dhe me na mësu atë. E pejgamberi alayhis salam një herë ishte duke e prit Xhibrilin alayhis salam, i cili kishte thënë se do të vinte në kohë të caktuar, por ishte vonu. E pastaj e vrejtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam se në shtratin e Aishës radhiyallahu anha ishte një qen, i cili e qiti qofshit nderuam pejgamberi alayhis salam këtë qen jashtë. Atëherë u fut Xhibrili alayhis salam dhe kur e pyeti Resulullah sallallahu alaihi wasallam Xhibrilin dhe i tha këtij melekut të ndershëm pse u banove, tha engjëjt, melaçet nuk hyjnë në një shtëpi në cilën ka qen edhe në cilën ka fotografi apo skulptura. Kjo është botë e padukshme për ne, jashtë do të botë kuptimeve tona të metafizikës. Andaj në këtë çështje i besojmë asaj çfarë na ka tregu pejgamberi alayhis salatu wassalam, sikur që Allahu na ka urdhëruar, na ka mësuar kur thot: "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu", atë çfarë ka sjell u ka mësuar pejgamberi sa, merrni, atë çfarë u ka ndaloni nga ajo. Prandaj mos vendos fotografi në shtëpi tënde, qoftë të familjarëve tu, ku është e ekspozuar nëpër mure, nëpër vitrina, ato mbaj të mbulume, mbajnë brenda, mirë po jo të ekspozuara, apo edhe figura, skulptura të ndryshme, me i lënë jashtë. Këto janë të ndalume. Prandaj, çështja e falës së namazit, në një hapësirë ku e ki fotografin përpara, s'bën me fal namaz. Ku ki skulpturë përpara, nuk bën me fal namaz. Sidomos nëse është përpara. Po ashtu edhe në ambient të tillë, edhe anash me qenë, është, do thotë, e papëlqyme që të falet namazi në një vend ku ka figura dhe skulptura. Për shembull Resulullah sallallahu alaihi wasallam një ditë kishte fal një namaz me një pelerin të kuqe, me një rrobë të kuqe, dhe kur e fali pejgamberi alayhis salatu wassalam namazin me këtë rrobë të kuqe, që mbante sheja dhe zbukurime, nuk mbante figura. Kështu disa sheja dhe zbukurime, po ja tërheqin vëmendjen pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kur kryi namazi, tha pejgamberi sallallahu merr në këtë dhe çone te filan sahabiu, Abu Jahm ibn Hudhaifa. Dhe ma sillni tha një rrobë, një tesh të trash, që nuk mban sheja dhe zbukurime, që ishte Enbijania, kishte emrin, sepse ajo me cilën u fala më hutej pak më parë nga namazi. Hadithin e transmeton Imam Buhariu kapitullin e namazit. Dhe thot, sendet e cilat tërheqnin vëmendjen, nuk i donte Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe ishin vetëm zbukurime. Të merrem vesh, nuk ishin figura. Po dhe ato ishin të mjaftueshme për me tërheq vëmendjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E unë këtu duhet tërheqje vërejtjen në zbukurimet e mëdha që na ndodhin brenda xhamive.
Po vrem kohëve të fundit, lavdat, vetë lavdim, apo lavdrim tonin të aty në xhamive të cilat kushtojnë jashtëzakonisht shtrejt dhe bëjmë zbukurime me ajete, me hadithe, me lule të ndryshme, ngjyra të ndryshme, edhe rrit kostën e ndërtimit, po edhe na bën që të hutohemi dhe të na humbë vëmendja dhe koncentrimin në namaz. Xhamia nderuar vëllezër, duhet të jenë sa më të thjeshta, të pastërta, por jo aq shumë të zbukurume sa që të rritë jashtëzakonisht shumë kostot, edhe të tërheqë vëmendjen e namazdiut. Namazdiu e kërkon vendin që të jetë i qetë në namazin e tij, e jo që të jetë që të rrek vëmendje. Për shembull Omeri radhiyallahu anhu, kur bëni zmadhimin e xhamisë pejgamberit sa dhe riparimin e disa gjanave dhe lyrjen e xhamisë pejgamberit sa, e ndaloi që të lyheshin shtyllat e xhamisë me ngjyrë të kaftë, në mënyrë që të deli jashtë koncepti që ishim mësuar me pankut pejgamberit sa dhe të mos të tërhiqte vëmendjen e namazdive. Njerëzit kur kanë pas sprova, probleme, kanë ikë prej rrugës, janë futur në xhami, edhe itikafi, për shembull 10 ditën e fundit të Ramazanit, që ka qenë traditë e pejgamberit sa dhe shokëve të tij, kanë ikë prej dynjas në xhami dhe me modestinë e ambientit të xhamisë janë mundu me kujtu ahiretin, e jo veç problemet e tregtisë, problemet familjare e gjërat e tjera që e mundon robin në këtë botë. Dërsa sot për fat të keq jemi bë që xhamiat tona të mos na strehojnë prej fitneve të dynjas. Xhamiat tona janë bë aq luks sa që na janë bë me na shishmu dynjan. Kur futesh në disa xhamia sot, aq është luksi i madh në to, aq zbukurimet e mëdha janë to, që mbetesh i habitur, edhe ta bën bajat shtëpinë tënde, ta bën bajat. Edhe doket se ti je bo fukara, tu e po gjithat zbukurim të madh brenda ambienteve të xhamisë. Prandaj kisha bë ftesë edhe xhallarëve, edhe xhamatlinëve, që kur të bëjmë ndërtime të xhamive të reja, të jenë sa më modeste, të pastërta, por jo që të bëjmë zbukurime që e rrisin koston dhe ngjyrime me zbukurime të ndryshme, por e bën edhe largimin e vëmendjes namazdiut, të tërheq vëmendjen. Duke shiqu këtu, duke shiqu aty, ndoshta edhe namaz nuk e ka koncentrimin me mbajt shiqimin në sejdë, por fillon me shiqun djatën shmajt. Prandaj kanë thonë dietarët sot për fat keq ne janë bë xhamiat që ma tepër po na bëjnë fitnes se sa shtëpiat dhe rrugët tona. Prandaj të kemi kujdes të nderuar vllazën që mos bëjmë harxime të panevojshme, po edhe të papëlqyme në zbukurimet e xhamiave tona. Jo muslimanët i zbukurojnë faltorët e tyre, muslimanët në traditën e tyre kanë pas që të jenë sa më modest në faltorët e tyre. Andaj thash edhe pejgamberi alayhis salam, edhe teshën e cila ka të rrek vëmendjen, nuk e ka kërku apo e ka largu dhe ka desht që të falte namazin me një teshë e cila nuk tërhek vëmendjen e tij gjatë namazit. Për shembull, i tha pejgamberi alayhis salam Aishës radhiyallahu anha, hadithin e transmeton Buhariu në kapitullin e namazit, kishte një perde që mbate qëndisje të ndryshme, e kishte vendos në një qoshe të shtëpisë, pejgamberi alayhis salam i tha Aishës, largoje prej meje, sepse vizatimet e saj po më shfaqen akoma gjatë namazit. Pra menoti një perde thjesht që kishte qëndisje, i pengonte pejgamberit alayhis salam dhe i tha largoma. E tash neve çfarë themi neve në për xhamiat tona, që kemi ajete të shumta, zbukurime të shumta, ngjyrime të shumta, lule të ndryshme, dhe këto çfarë bëjmë ne me këto? Prandaj të nderuam vllazën, të bëjmë xhamiat të pastërta, të mbajmë të pastërta, por të jenë të thjeshta, komode, modeste, pa harxime të tepërta dhe pa na e tërheq vëmendjen gjatë faljes së namazeve tona. Dërsa nëse ka
skulptura, ka kryq, ka fotografi, e ti më u fal, ajo nuk vjen në konsiderim më u fal para tyne. E kam fjalën për zbukurime të thjeshta të ngjyrave të ndryshme që janë të papëlqyme në ambientet ku e falim namazin, e le mo që të falemi, prandaj edhe nuk janë fal në për vende të kishave ku ka pas kryqe, skulpture, sende, që për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë në një vend quhet Batha, pak si nalt është në periferi të Mekës, e ka qu sahabët e tij Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë shko pastro ma qabën, ka qu Omer radhiyallahu anhu, pastro qabën prej figurave, skulpturave, pikturave të ndryshme, e pastaj në shku edhe ka fal namazin. Nuk ka dash në brendësi të qabës, vendi më të bekuar sipërfaqe të tokës, të futej të falte namaz, duke pas brenda saj piktura dhe skulptura të ndryshme. Edhe duhet patur kujdes që ambientin ku falemi të mos kemi fotografi dhe piktura. Apo sejdë ku bijim që sejdja mos të ketë piktura apo gjana të cilët na e tërheqin vëmendjen. Edhe sejdja duhet të jetë sa më e thjeshtë, pa qëndise të mëdha në mënyrë që të koncentrohemi në namaz e jo në ato figura që i shohim në për sejdë. Sahabët për shembull kanë pas qef që dëshira e tyre ka qenë që të falen në për vende të thjeshta. Janë falë në zall, janë falë në dhe, janë falë në gur, por nuk kanë bë namaz në për gjanat e cilët kanë qenë të shtrejta, apo që ka tërheq vëmendjen e tyne. Po ashtu, nuk është mirë të falemi me teshat të cilat përngjasojnë me teshat e jo muslimanëve, e një për këtyre teshave ka qenë ngjyra e zaferanit ose safranit. Për shembull, ngjyrat që karakterizohen me to grupe të ndryshme të mushrikëve, që i shohim në përfaltorët e tyne. Ngjyra e cila është ngjyrë portokalli e dhest, nuk është as e kuqe e as e verdh. Është ngjyra e safranit. Ajo ngjyrë, namazi me atë ngjyrë ka ndalu, po edhe qëndrimin edhe veshjen e asaj ngjyrës e ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Prandaj është më rëndësi që edhe tesha me shoqu a është tesh që përngjason me teshat e muslimanëve apo jo muslimanëve, apo edhe shohën në herë disa të rinj që hyn namaz e ka në shpinën e tij fotografi të këngëtarëve, sportistëve, artistëve të ndryshëm dhe futen në xhami me fal namaz me atë tesh që përmban figurë. Mos u fut në xhami nëse e ke atë tesh në trupin tënd, largo nëse nuk ke mundësi atëherë që diçka sipër me mbulu atë fotografi e jo me fal namaz me atë fotografi apo dikuj tjetër më apo që me fal ai namazin me pas fotografi para vetës. Andaj po ashtu nëse ka para, kesh, në pare ka fotografi, apo me fal namaz me ta, dietarët kanë thonë lejohet me fal namaz nëse është në xhepin tënd e mbulume dhe nuk shihet, nuk pengon edhe pse ajo para metalike ose e letrës përmban fotografi, nuk prish punë që ti me pas të mbyllur në xhepin tënd edhe me fal namaz me ato para të letrës ose para metalike që përmbajnë figura njerëzish apo shtazësh, shpezash, figura që kanë shpirt. Nëse janë të mbulume, nuk prish punë me fal namaz me këto nëse janë në xhepin tënd dhe janë të mbulume. Po ashtu, namazi i falur në ambiente të varrezave, ose në xhamia ku ka varreza, është ndaluar. A fal namaz në vend ku ka varreza, e ka ndaluar
pejgamberi alayhi salatu wassalam. Por para se me hyrë te kjo tema, si duket e kalova një gjë, ajo ka të bëjë me çështjen e mbulimit të namazit, të kokës. Femra e ka të obliguar mbulimin e kimeve të flokëve të saj. Dhe nuk bën me fal namaz e miu pa kimet e flokut. Shoh disa femra e vendos shamin, mirë po i shihen flokët përpara, anash, ose e ka qafën e zbulume, disa bile subhanallah po i shoh janë femra me mbulesë, mirë po ka mbulesën, i shihen vathës të saj, e vendos qëtu një shami, mbi kokë, mirë po qafa është e zbulume, do është edhe veshtjen zbulume, që nuk është veshje islame. Po ashtu edhe motrat tona të cilat po e marrin dhe po e vendosin shamin dhe po e fusin brenda mantelave të tyne, edhe kjo nuk është shami, hijab që e ka urdhnu feja janë apo na e ka mësu pejgamberi alayhi sallam dhe i kanë zbatuar nënat e besimtarëve dhe gratë e sahabëve. Tesha duhet të jetë e gjanë, që i mbulon çdo gjymtyr të trupit dhe mos më u pa asgjë prej lëkurës apo pjesëve të turpshme të avretit të grave. Prandaj koka e femrës duhet të jetë e mbulume përveç fytyrës, e po ashtu është sunet i pejgamberit alayhi sallam që edhe koka e burrave të jetë e mbulume. Nga suneti është që me fal namazin me kapuç. Dhe është traditë e mirë te ne që imamat elhamdulillah e falin namazin me kapuç, me kokë të mbulume. Por tradita e mbulimit të kokës na ka hup neve. Xhamatlin të thjeshtë që falen nëpër xhamia, rrallë sheh njerëz të cilët e mbulojnë kokën. Ndërsa mbulimi i kokës është prej suneteve të forta të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Rrallë herë është pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam të ketë kokën e zbulume, edhe për ditëshmërinë e tij, edhe sahabët. Kanë pas vazhdimisht kokat e mbulume. Nuk kanë qel kokat e tyne. Dërsa sot, për fat keq shumica prej neve, jemi bë edhe për ditëshmërinë me kokat e zbulume, po edhe në namazet, po i falim namazet me kokën e zbulume. Bile s'paku, mbulimin e kokës ta bëjmë duke mbajt një kapuç që e quajmë neve këtu në Kosovë terleme, prizreni terlëk, edhe me majt, edhe kur vej koha namazit, me mbulu flokët, për meshkujt e kam fjalën, edhe me hy, edhe me fal namazin me kokë të mbulume. Dhe kjo është sunet. Unë për shembull shoh fotografi të mëçme në popullin ton, jo vetëm burrat që i shoh, të gjithë janë me kapela në kokë, me kokat e mbulume, po edhe fëmijët e tyne, nëse i vreni fotografi të mëçme, edhe fëmijët e tyne, 7, 8, 9, 10 vjeçar, i sheh me kokat të mbulume. Ka qenë turpruse në atë kohë të dilet jashtë, për një musliman e kam fjalën, e ta ketë kokën e zbulume. Por që të gjithë i kanë pas kokat e mbulume gjatë namazeve të tyne. Prandaj është sunnet dhe është e pëlqyme të nderuar vëllezër që ti kemi kokën tonë, ta kemi të mbulume e jo të zbulume dhe në atë formë inshallah me e fal namazin me kokë të mbulume e kam fjalën për burrat. E përmenda namazin në varreza apo në xhamiat ku ka varreza, po shoh që nuk kam kohë për ta trajtuar këtë temë, se s'po duhet të zgjatëm, këtë inshallah do ta trajtojmë inshallah takimin ton të radhës, do të mundohemi inshallah me fol në lidhje me namazin, mbi varreza, në varreza, para varrezave apo në xhamiat ku i kemi të rrethume me varreza, do të mundohemi inshallah me sqaru qëndrimin e fesë tonë në lidhje me këtë temë të ndjeshme. Lusim Allahun Teala inshallah që të na bëjë për atyre që dëgjojnë këshillën nga Zoti dhe pejgamberi alayhi salam dhe pasojnë fjalën e Allahut dhe fjalën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe eliminojnë gabimet dhe lëshimet të cilat i bëjmë në përditshmërinë tonë. Lusim Allahun Teala inshallah që të mbeteni në përkujdesin e Zotit dhe në mëshirën e Tij deri takimin tonë të radhës. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.